Luis Elli reagon pas dhunës në Big Brother VIP. Dhuna nuk është zgjidhje. Ngjarja e rëndë që ndodhi së fundmi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku Jozi goditi me grush gjestin në momentin e daljes së këtij të fundit, ka shkaktuar një val të fortë reagimesh në opinionin publik. Pas incidentit, policia ka ndërhyrë menjëherë dhe e ka shoqëruar Jozin në komisariat për veprime të mëtejshme ligjore. Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar, me figura publike, ndjekës të formatit dhe ish banor të Big Brother VIP që kanë dënuar ashpër aktin e dhunës. Ndër të parët që reagoi ishte fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luis Elli. Përmes një postimi në Instastory, ai dha një mesazh të fuqishëm kundër dhunës, duke kërkuar ndërgjegjësim dhe respekt. Dhuna nuk është zgjidhje. Asnjë arsye nuk i justifikon dhunën as në familje, as në rrugë, as në internet. Perspektiv. Dëgjo. Fol me mirësi. Stop Dhunës nuk fitohet Big Brother në këtë mënyrë turp për një djalë malësie. Ky reagim i Luisit është përshëndetur gjerësisht nga ndjekësit, të cilët kërkojnë që rastet e tilla të mos tolerohen dhe të ndëshkohen sipas ligjit.